Të dashur shqiptar, filmi më i shikuar në internet që kam bërë deri tani është përkthimi i pllakës së Dardanit në Albanopolis. E kanë parë 347.000 veta dhe ky film është vjedhur nga një person nga Dardania dhe në faqen e tij ka më shumë shikime se në faqen time. Kryesisht këtë film e kanë parë njerëz nga Kosova, njerëz nga Maqedonia. Të habitur që emri i Dardanit është gjetur në një pllakë të lashtë. Unë kam gjetur 156 pllaka me emrin e Dardanit, sepse është emri më i përhapur në botën helene dhe ilire. Dardani ishte djali i Zeusit dhe Elektrës. Ishte njëri hynor. Dhe ai priste ky person që e vjodhi që të merrte shikues të tjerë nga unë. Arriti të marrë një numër të madh shikuesish dhe në momentin kur arrita unë të filloj të përkthej të gjitha pllakat e lashta të gjetura në Iliri. Dhe ju thash shqiptarve që në këto tekste shkrimi është grek. Pra, në filmin e parë nuk doli qartë. Nuk e kuptuan shqiptarët mirë që gjuha e përdorur në pllakat e gjetura në Iliri nuk është shqiptare. Ilirët shkruanin në helenisht dhe është vërtetuar që shkruanin në dialektin epik, një përzierje e të gjitha dialekteve helene. Ky është dialekti me të cilin është shkruar poema Iliadës dhe e Odiseas. Por është gjuhë greke, gjuhë e përdorur nga ilirët. Kjo shqiptarëve nuk ju pëlqeu dhe pastaj ai nuk i vjedh më filmat e mi. I mbeti hatri. Shoqyr, hajdutit i mbeti hatri. Tani njerëzit kanë filluar të shikojnë filmat e mi, sepse ai nuk po i vjedh më. Unë po t'rregoj njerëzve të vërtetën. Në Iliri është përdorur gjithmonë gjuha helene. Vetëm në 2 pllaka është përdorur gjuha latine me emrin Dardanus. Kjo nuk do të thotë që ilirët ishin grek. Përkundrazi, grekët janë përpjekur ta fshehin faktin e ngjashmërisë së shqipes me greqishtën. Po ashtu grekët janë përpjekur ta fshehin faktin që në ilirisht janë gjetur shumë fjalë të ngjashme me helenishtën. Grekët e kanë fshehur faktin që shumica e emrave të fisëve ilire janë me origjinë nga gjuha perse. Përse kanë bërë grekët një gjë të tillë? Sepse gjuha perse është shkruar më herët sesa gjuha helene. Është shkruar me fjalë shkronja sumere dhe në këtë gjuhë përfaqësoheshin vetëm bashkëtingëllorët. Zanorët merreshin me mend nga ai që e fliste gjuhën persiane. Perëndia perse Dardane është perëndia e vërtet. Është perëndia e dhimbjes, e vuajtjes. Kur ta shikoni do të çmendeni fare, ose nga gëzimi, ose nga hidhërimi. Por kur i shikon filmat e mi, nuk je i njëjti person, më ke ndryshuar përfundimisht. Të ndryshon komplet perspektiva e realitetit, sepse është një perspektivë e rreme që kanë ndërtuar grekët për neve, pastaj turbo-albanët e kanë zbukuruar imazhin e ilirëve. Të dashur shqiptarë, siç e shikoni, janë gjetur 156 pllaka me emrin e Dardanit. Unë kam përkthyer njërin prej tyre, por po t'i kisha përkthyer të gjitha, do isha bërë milioner. Por mua nuk më intereson shkrimi grek. Unë thjesht desha t'u tregoj shqiptarëve me një pllakë të vetme që shkrimet janë helenisht, jo në shqip. Ky ishte qëllimi i filmit. Që shqiptarët ta kuptonin
që asnjëherë nuk do gjejnë tekste shqipe, sepse gjuha shqipe ka lindur mbas rrëzimit të perandorisë romake. Fjalët njërokshe të shqipes janë rezultat i shkurtimit të fjalëve romake, kabalus në kal, amicus në mik, medicus në mjek dhe kështu me radhë. Pra, këto janë fjalë të vona të shqipes. Fjalët e trashëguara të shqipes janë vetëm 1% e fjalorit të trashëguar të gjuhës sonë. Dhe do t'i shikojmë së bashku të gjitha këto fjalë, por, si që shikoni pra, shqiptarët u mahnitën që ka qenë një pllak i lashtë për Dardanët. Pra, si që shikoni, grekët gjithë jetën e tyre kanë folur vetëm për ilirët, jo për latinët që në fakt ishin perandoria më e madhe e kohës. Vetëm për ilirët janë të gjitha tekstet e lashta helene, por janë në helenisht. Nuk janë në gjuhën shqipe. Ne kemi vetëm emra fisesh ilire që duhet t'i kuptojmë se çfarë kuptimi kanë. Por asnjëherë, kurrën e kurrës, ju nuk do të gjeni tekste të gjuhës shqipe, sepse gjuha shqipe nuk ishte lindur akoma kur këto pllaka u shkruan, të dashur shqiptar, të dashur pellazg, që ju mashtron një sude me 5 klasë shkollë që ka marrë diploma 7 prej tyre, me 7 ark peshk ose pa peshk, çrëndësi ka, por një njeri i rëndomt, pa pikë njohje të gjuhësisë, del dhe merr tekstet e përkthyera keq në shqip nga Iliada dhe jo Odiseja dhe shpjegon emrat e heronjve të Iliadës nga fjalët njërokshe të shqipes. Ajo nuk ka provuar që fjalët greke vijnë nga shqipja. Ajo është marrë vetëm me emrat e Dardanit, Parisit, Helenës, që ajo i shqipton në shqip. Por këto janë emra grek të dashur shqiptar me mbaresa greke. Dhe çmendurit thua që vi nga shqipja, është i lloji sikur një person nga Bullgaria thonë që kjo është në fakt një fenomen bullgar dhe çdo fjalë e Iliadës vjen nga bullgarishtja. Dhe vërteta është se ka në Bullgari njerëz të tillë, ka në Rumani, ka edhe në Serbi, por ka edhe në Algjeri, në vendet e Afrikës, njerëz të tillë që ka një histori shumë të dhimbshme, shumë të dobët dhe përpiqen që të krijojë një histori të lavdishme duke shpjeguar emrat të personazheve historike me fjalë të ngjashme në gjuhët e tyre. Këto quhen homonime, fjalë që kanë burime të ndryshme por me shqiptim të ngjashëm. Tani, të njëjtën gjë ka bërë edhe Norbert Jokli. Ai shpjegon fjalën Dardan nga fjala dardh. Nuk mund të vi fjala Dardan nga fjala dardh, sepse fjala Dardan dhe Dardanos shqiptohet Dardhanos në gjuhën greke. Pra, nuk mund të vijë nga fjala dardh. Nuk mund të vijë nga fjala dardh e shqipes, sepse Dardanos shqiptohet krejt tjetër nga fjala dardh. Jo vetëm që shqiptohen ndryshe, po kanë dhe kuptime të ndryshme që do t'i shikojmë tani, se si është ky ndryshim midis originalit Dardanos dhe fjalës dardh. Do të kemi parasysh vetëm një gjë, që shqiptarët kanë mësuar fjalën Dardanos nga Enciklopedia Britanike, pastaj nga Wikipedia. Shqiptarët s'kan dëgjuar kurrë për fjalën Dardan në asnjë libër historik, në asnjë dokument. Skënderbeu e quante veten Epiriot. Epiri vjen nga greqishtja, apeiros do thot pa kufi në gjuhën greke. Pra, Skënderbeu s'kishte dëgjuar kurrë për Dardanët dhe as shqiptarët nuk dinin gjë fare që Kosova ka patur emrin Dardani përpara sa të lindte interneti. Tani ky personi nga Kosova merr këtë film të parin dhe ky film merr 347.000 shikime dhe pastaj i vjedh të gjitha filmat e mi dhe të gjithë kanë me nga 100.000 shikime, 30.000 shikime tek faqja e tij. Do të thënë mua ai më ka bërë një dëm shumë të madh, jo vetëm ai, por edhe Turbo Alban të tjerë, edhe ata kanë me mira shikime në faqet e tyre. Dhe kjo është humbje e madhe për mua.
Pra ky është filmi për pllakën e Dardanit, por gjë më e tmerrshme nuk është thjesht që ai ka vjedhur filmin, por janë komentet. Zakonisht unë komentet i heq ato që janë të ndyra, të këqija, dhe këtu janë deri tani 364 komente dhe shtohen dita ditës, sepse ai i lë që ato thonë që të duan kundër meje. Dhe kjo është gjë më e keqe. Nuk është thjesht fakti që ai ka marrë filmat e mi, por siç e shikoni, ka me qindra komente poshtë filmave të mi. Kjo është gjë më e turpshme që ka bërë ky person. Gjë më e ndyrë. Tani, përse ka patur sukses kjo fllëqësirë? Ky hajduti i veritshëm ju ka dhënë shqiptarëve një përshtypje se pllaka Dardanit është shkruar në 2 gjuhë, shqip dhe greqisht. Por këtë gjë bën edhe kryeministri shqiptar. Gjendet një varr në Dibër të një perandori romak. Varri është bërë me pllaka të vjedhura nga tempu i grek. Është me shënime në greqisht ky varr. Dhe ai thotë që varri i këtij perandori të panjohur është në 2 gjuhë, sepse emri i tij është në latinisht, po pllakat e varrit janë të vjedhura nga tempu i grek dhe teksti është në greqisht. Kryeministri shqiptar del në televizion, ju thotë shqiptarëve që varri është 2 gjuhësh. Atëherë njerëzit e thjesht kujtojnë se është shqip greqisht, ose një shqipe arkaike, ilire dhe greqisht. Jo, është greqisht dhe latinisht, sepse është bërë me pllaka të vjedhura. Këtë gjë ka bërë Sali Serbi, ka marrë pllakën e varrit të Enver Hoxhës, udhëheqësit të shqiptarëve të lavdishëm, që u dha dërmën grekërve, ka marrë varrin e Enverit dhe ka bërë aty mbishkrimin e heronjve të Anglisë që kanë vdekur në Shqipëri për interesat greke. Dhe aty janë emrat e dëshmorëve anglezë në Shqipëri, në varrin e Enver Hoxhës. Këtë gjë ka bërë dhe ky perandori romak, ka marrë varre greke dhe kanë mbuluar pra pikërisht varrin e tij me varre greke, me pllaka greke, ku ka mbishkrime greke në Dibër. Por perandori është romak, me robë të purpurt, që është roba e perandorit romak, që hajdutët se kanë marrë, dibranët kanë vjedhur çdo gjë, por kanë lënë vetëm këtë robën, këtë leckën, sepse kujtonin ndoshta flamur shqiptar të kuq. Kështu thonë ata, është leck. Edhe kosovarët thonë, flamuri shqiptar është leck. Nuk e kuptojnë se çfarë rëndësi ka flamuri për një komb. Hoxhallarët shqiptar. Pra, duke menduar që është një leck pa vlerë e lanë, pa e vjedhur. Kjo lecka është bërë me fije ari. Është shumë e vlefshme se të gjitha thesaret e gjetur aty, që kanë vjedhur dibranët. Dhe është prej kohësh e ditur kjo varrezë e lashtë, e vjedhur disa herë nga dibranët dhe dalin tashti dibranët arkeolog dhe thonë sapo kemi zbuluar një varr gjigant, domethënë i gënjejnë njerëzit që gjoja sapo është bërë ky zbulim, kur ky zbulim ka qenë bërë që në vitet 70 dhe është vjedhur disa herë ky varr, kishte mbetur pa vjedhur vetëm robja e kuqe e veshur me fije ari që hajdutët nuk e dinin se çfarë ishte. Pra shqiptarët janë hajdut. Vjedhin dhe filmat e mi, vjedhin varre, nuk e din se çfarë vlere kanë këto varre, nuk e din çfarë kuptimi kanë tekstet në këto varre, se shqiptarët nuk din greqisht. Pra, edhe Norbert Jokli këtë bën. Merr fjalë të shqipes dardha dhe thotë që është origjina e fjalës Dardan. Këtë ka bërë Jokli. Që t'u bëj mirë shqiptarëve, ai e dinte shumë mirë që s'ka lidhje fare fjala dardha me Dardanin. Unë bie pre
shkrimeve të Joklit dhe e nxjerr si publikim në Akademia Edu, është dokumenti më i kërkuar në internet me emrin tim, emri Dardanit i shpjeguar nga Jokli. Pra, të gjithë janë në një farë mënyrë turbo-alban. Kryeministri shqiptar, turbo-albanët e vërtet, hajdutët që vjedhin filma janë turbo-alban, njerëzit që shikojnë këta filma janë turbo-alban, të gjithë duan që e kaluara jon të jetë e lavdishme. Ata harrojnë vetëm një gjë. Grekët vërtet kanë shkruar në greqisht për ilirët, por kanë shkruar vetëm për ilirët. Kanë shkruar pak për popuj të tjerë, por 98% e shkrimeve greke është për ilirët. Ka më shumë shkrime për ilirët sesa për grekët. Si shpjegohet një gjë e tillë, do thoni ju? Po sepse grekët kishin përfitime të mëdha ekonomike në qytet-shtetet greke të ngritura në Iliri. Prandaj, të gjithë argjendin e Dardanis e kanë vjedhur grekët dhe kanë shtypur monedha greke në Dardani. Do t'i shikojmë më vonë. Kanë vjedhur drurët, pemët, punën e Dardanëve, kanë shfrytëzuar si sklevër ilirët, i quanin penest, dibranët. Pra, gjithë jetën grekët kanë jetuar në kurrizin e sklevërve të tyre ilirë. Prandaj shkruanin për ta sepse aty kishin të gjitha llojet e përfitimeve. Nuk ekziston madje një konflikt midis ilirëve dhe grekërve sepse qytet-shtetet ilire sundoheshin nga grek. Pse do luftonin grekët njëri tjetrin? Popullsia vendase ishte popullsi e sklavëruar me emrat më të ulët në greqisht. Drilon, organ mashkullor, breukoi, vemje bretkosësh. Emra kaq të pistë, kaq të ndyrë, sa që grekët si kanë përdorur për asnjë lloj popullsie tjetër. Pra, ajo që na intereson neve është që gjatë gjithë kohës që nga shekulli 8 para erës sonë dhe deri në ditët e sotme, grekët shkruajnë vetëm për shqiptarët, për sklevrit e tyre. Kjo tregon që ne jemi autokton, që kemi lindur këtu, jemi indigjen, por qytetërimi i qytet-shteteve ilire është qytetërim grek. Historia e qytet-shteteve ilire është histori greke. Një lloj si historia e Shqipërisë gjatë periudhës otomane është histori otomane. Periudha e sundimit nga perandoria romake është histori romake. Nuk është histori e sklevrëve. Pra i vetmi përfitim që kemi ne është se grekët kanë shkruar vetëm për ilirët. Kaq. Dhe nga kjo unë e kam marrë informacionin e plot për ilirët dhe po ja sjell juve. Pra ata që ju thonë juve që kanë gjetur tekste të gjuhës së vjetër shqipe e kanë gabim. Grekët nuk shkruanin në gjuhën e vendasve, as në Iliri, as në Thraki, as në Maqedoni, madje as në Itali. Ngjit me romakët, grekët shkruanin në greqisht, gjithmonë. Jo në gjuhën latine. Atëherë përse do e bënin në Iliri një gjë të tillë, pse do shkruanin në gjuhën ilire? Pra logjikisht, po të kesh 2 gram tru, nuk ka nevojë të vjedhësh filmat e mi për të arritur sukses në jetë, sepse këta hajdut që marrin filmat e mi janë njerëz të pasuksesshëm. Nuk kanë bërë asgjë në jetë, s'kan lexuar asnjë revistë, thjesht marrin filmat dhe duan të pasurohen me filmat e mi. Pra, këtë bëjnë të gjithë shqiptarët, marrin tekste greke dhe thonë janë tekste ilire. Studja e etimologjisë merr historinë e qytet-shteteve greke në Iliri dhe i boton si libra për shqiptarët. Është shumë e turpshme. Përse grekët do shkruanin për shqiptarët, mendohuni pak. Mirë. Thirrini mendjes. Do kishin bërë të njëjtën gjë me romakët në Italinë e Jugut, aty ka patur grek edhe janë edhe sot kësaj dite, Grikos, ju thuhet atyre, flasin greqisht me njëri tjetrin,
flasin një italisht të keqe, dhe as që kanë ndërmend të shkruajnë historinë e Italisë, edhe sot askur në botë, por historinë e tyre, në greqisht. Tani, emri Dardanit është falsifikuar nga Akademia e Shkencave të Austrisë. Në origjinal, thuhet që Darda në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris i thonë molusma, që do thot mut në gjuhën greke. Ju duket fjalë shumë e rëndë akademikëve austriak dhe thonë me siguri ka qenë gabim shtypi, gabimi shkrimtarëve grek, si ka mundësi që të thonë për djalin e Zeusit një fjalë kaq të rëndë, Dardanin, dhe e shpjegojnë me fjalën Darda Melisa, mjalt. Pra që kanë bërë austriakët, në origjinal është molisma, mut, ata e kthejnë në Melisa, mjalt. Çuditërisht, edhe në greqisht, fjala mut dhe mjalt ngjajnë shumë, madje më tepër se sa në shqip. Por origjinali është mut në greqisht. Po përse do thoni ju? Këtë kuptim ka edhe në gjuhën perse. Ka kuptimin e dhimbjes së barkut, dhimbjes në kryq, dhe në gjuhën perse ka kuptimin mut. Dhimbje barku, sëmundje, diare në fakt. Pra në dy gjuhë, edhe në persisht, edhe në greqisht ka kuptimin mut. Dardanit i thonë Perëndia e mutit. Sepse grekët nuk e shpjegonin dot se si mund të hash ti karota, dhe pse nuk i tret organizmit të gjithë karotat, përsa mbeten mbeturinat e karotës në bark dhe bëhen mut. Grekët këtë se kuptonin dot dhe as persianët, dhe kështu lindi Perëndia e mutit, Dardanus. Kjo që autorët austriak kanë ndryshuar fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris, kjo do mbetet në histori. Edhe në veprat e Homerit, që është një vepër etimologjike, Dardan do thot dora e majt, atje ku perëndon dielli në të majt, edhe atje në poemën e Iliadës ka kuptimin mut. Portat e Dardanit quhen ndryshe portat e dhimbjes, portat e fatkeqësisë, portat e mutit. Po si ka mundësi një gjë e tillë? Dhe si u ka shpëtuar kjo grekërve të lashtë? Pikërisht pra, nga që fjala Dardan do thot mut, dhe Dardanët nuk e din, grekët nuk përdorin fjalën mut, po përdorin fjalën Dardan. Është eufemizëm. Po ashtu për ilirët nuk përdorin fjalën organ mashkullor në greqisht, përdorin fjalën drilon, që është një fjalë tjetër për organ mashkullor që ilirët nuk e din. Pra, kur flisim me Dardanët, me ilirët, helenët përdornin fjalë fyese, të cilët ilirët nuk i dinin. Pra, ilirët kujtonin se ishte fjala për dardhën. Jo, nuk ishte fjala për dardhën fare. Ishte perëndia e fatkeqësisë, perëndia e dhimbjes, perëndia e sëmundjes, Dardani. Dhe kjo është në gjuhën persiane, të dashur shqiptar. Madje persianët e krahasojnë fjalën Dardan me fjalën dar, që do thot dru, do thot vendi ku kryqëzohesh. Abedar në gjuhën persiane do thot pa kryq, do me thënë pa vuajtje. Fjala kryq në gjuhën persiane është me të njëjtën shqiptim si fjala dru, dar. Tani, edhe persët nuk e kanë të lehtë të flasin për perëndin e mutit, dhe ato thonë që kjo është perëndia e kryqëzimit. Pra persët bëjnë të njëjtën gjë. Grekët thonë që është Melisa, mjalti, por është muti. Persët thonë
është kryqi, dar, por në fakt është gjithashtu muti. Që të dyja gjuhët, edhe greqishtja dhe persishtja, përdorin fjalë të tjera, të ngjashme me fjalën Dardan, që është perëndia e nevojës. Pra ky person që ka vjedhur filmat e mi, nuk e di që pllaka Dardanit është pllaka për perëndinë e mutit në greqisht. Shqiptarët që shikojnë këtë film nuk e dinë, dhe shqiptarët e Kosovës duan t'ia ndrojnë emrin nga Kosova, që do të thotë mollej një zezë në serbisht, duan t'ia ndrojnë në Dardania, që do të thotë mut në greqisht. Kjo është historia e Dardanisë e saktë, e vërtet, në persisht edhe në gjuhën helene. Është fjalë tabu për fjalën kryq dhe vuajtje në gjuhën perse, është fjalë tabu për fjalën mjalt në gjuhën greke. Por ama, në fjalor shkruhet saktësisht në gjuhën perse që kjo është perëndia e dhimbjes dhe e diares. Po ashtu edhe në greqisht, shpjegohet në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris që nuk është perëndia e mjaltit, por në fakt është perëndia e mutit. Të dashur shqiptar, përfundimisht, fjala Dardan nuk ka absolutisht asnjë lloj lidhje me fjalën dardhë, është thjesht ngjashmëri shqiptimi dhe algoritmi simbolik i Oklit është pikërisht metoda e tij për të bashkuar fjalë që kanë shqiptim të ngjashëm, por jo gjithmonë ai ka qenë i suksesshëm. Nga dëshira e madhe për të mbrojtur shqiptarët. Por ju lutem mos e përdorni më fjalën Dardan dhe Dardania, edhe pse ai quhet djali i Zeusit. Kujdes nga grekët kur bëjnë dhuratat, sepse dhuratat e tyre nuk janë një qyp me mjalt, por një qyp me mut. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.